Me këtë video dua të shpjegoj se si krijohet një varësi dhe cila është rruga më e mirë për të dalë. Kush është përdoruese di shumë mirë se çfarë është kjo dhe në fund videos do t'rregoj se çfarë ka brenda. Ndërsa me këtë krem dua të shpjegoj se si krijohet një varësi dhe cila është mënyra më e mirë për të dalë. Atëherë, imagjinoje sikur të kesh një plag nga ato që dalin në buzë. Edhe dikush të këshillon një krem dhe të thotë, nëse lyen këtë plagën me këtë krem, do të zhduket, nuk do e kesh më. E vetmja gjë, ditën tjetër do dyfishohet, do kesh dy. Pra çfarë bën? Përdor këtë kremin, për momentin ajo plagë zhduket, ndihesh mirë po ditën tjetër kur zgjohesh janë dy. Vazhdon dhe përdor këtë kremin, plagët zhduken, ditën tjetër zgjohesh dhe janë 4. Dhe kështu me radhë vazhdojnë dyfishohen. Dhe kush është zgjidhja më e mirë? Të kesh sa më shumë nga këto krem, që ti fshesh sa më shumë ato plagët. Po sa më shumë ta përdorësh, aq më shumë ato plagë do dyfishohen. Dhe kështu vazhdon duke përdorur kremin, duke i fshehur plagët, por duke u zgjuar ditën tjetër mëngjes që janë dyfishuar, derisa arrin në një pikë që të zhmbuluar i gjithë trupi me këto plagë dhe nuk të mjaftojnë më kremat. Do bësh të pamundur, do investosh, do shpenzosh shumë që të kesh sa më shumë nga ky krem dhe të fshehesh, të zhdukësh ato plagë që ke. Por sa më shumë ta përdorësh, aq më shumë ato do dyfishohen. Dhe kjo është varësia, kjo është që hyn në një tunel dhe të bëhet shumë e vështirë, të bëhet një luftë me veten tënde dhe nuk di se si të dalësh. Është vetëm një rrugë për të dalë. Të pranosh plagët që ke, ti pranosh ashtu siç janë dhe të vendosësh mos përdorësh më këtë krem. Dhe çdo ditë plagët do fillojnë të rallohen. Është normale që nuk mund të zhduken për një ditë sapo ti ndalon së përdoruri kremin. Duhet të kesh durim. Duhet të pranosh edhe vështirësitë që ke. Duhet të pranosh edhe gjykimin e njerëzve të tjerë, por të kesh forcën dhe të dish që nëse nuk vazhdon të përdorësh më këtë krem, plagët gradualisht do shërohen. Dhe gradualisht, me durim, me forcë, duke ndërtuar edhe rutinat e tua, duke u përshënduar te gjërat e mira që ke, gradualisht plagët do rallohen dhe derisa të shërohesh përfundimisht dhe mos kesh më nevojë për këtë, por të pranosh gjërat ashtu siç janë. Siç të premtova, tani do të tregoj se çfarë ka këtu brenda. Këtu brenda është shkruar momenti. Është protokolli që unë kam krijuar që të ndihmoj që mos të kesh më nevojë për asnjë krem për të shëruar plagët e tua, por të kesh forcën, durimin dhe rutinën tënde të përditshme, të fillosh të kujdesesh për veten. Dhe gradualisht jeta jote do përmirësohet, duke ndëtur sa më i pastër, duke mos përdorur më dhe duke u kujdesur për veten, duke mbajtur pastër trupin, mendjen dhe shpirtin.